Banorët e Rjollit u rikthyen në protestë këtë të shtunë për të kundërshtuar ndërtimin e një resorti turistik në zonë. Ata u përplasën me policin gjatë përpjekjes për të ndaluar punimet në pronat e tyre, ku po ndërtohet resorti. Jam me tension, se po mshini. Unë du me lonë kryet e tonë, se du me pron fëmijët e mi i tonë, du me pas jetën e tonë. I to jam ullë, edhe për i venit nuk luj. Letën vinë kur shdojnë. Unë jam drejtë e me. Mos kjoshim në drejtën tonë, mos ja pafshim hojrin. Gra edhe fëmijët tash mrapa do të ketë çdo ditë. Sepse unë kam përdor deri tani metodën që të merremi vesh dhe të ulemi në tyres. Gjitha institucionet e shtetit shqiptar unë jam paraqit dhe jam drejtuar për këtë problem. Meqense asnjë lloj institucioni nuk ka dhënë asnjë lloj zgjidhje, atëherë nuk na ka me gjë tjetër që gra, fëmijë, burra, plec, çat jemi gjallë, trashëgimtar, të afërmtar, miq, të vinë këtu dhe të luftojmë për të mbrojtur tokat tona. Sipas banorëve, kordoni policisë nuk i lejon ata të hyjnë në tokat e tyre dhe mjetet e ndërtimit po vazhdojnë punimet. Banorët kanë qelluar me gur drejt fadrumave të kompanisë, duke ju kërkuar punojësve të zbresin dhe të mos tentojnë të nisin punën. Na jena venali to. Ju nuk mund të thoni se nuk jena venali. Tu do merre vesh me ne përpara atëherë me të tjerë. Do mbledhim edhe më shumë, edhe 9 ditë me gra me fëmijë, ta mbrojmë tokën tonë, sepse në këtë tokë ka ndër xhak dyshit ton. Për zotin veç se lodhen këtë mos e den vdekje janë të gjithë me gra me fëmijë me ton marr. Ta harrojnë këtë gjë se do shkojnë ashtu si kujtojnë ata. Nuk kena kundër zhvillimit, po me na dhanë hakun ton. Po ju thon vetëm i kaq. Gjyshit i fëmijë, deri kur ka dhanë shpirt ka ecë për letrat e kësaj tokë. Bela ka lanë fëmijët pa bukë, bela ka shku me pucë grisuna, edhe kësaj tokë i ka rënë mrapa se ka le arriti to. Sipas tyre, dokumentacioni që ata zotërojnë provon pronësinë e ligjshme të tokës dhe kërkojnë nga organet e drejtësisë që çështja të trajtohet me prioritet, duke shmangur zvarritjen e mëtejshme të procesit. Projekti në fjalë parashikon ndërtimin e një kompleksi turistik në një sipërfaqe prej rreth 146 hektarësh në zonën ranore pranë Velipojës.